Jemi sërish në studio me kolegun Artan Hoxha, do komentojmë një tjetër ngjarje. Renato Hoxhaj u gjeti pa jetë mëngjesin e 27 prillit në lagjen Hajro Çakëri në Vlorë pranë banesës së tij. Si ka ndodhur kjo ngjarje? Atëre, në fakt unë kam qenë në Vlorë që ditën e shtunë në mëngjes, përpara se të ndodhte kjo situatë. Vlora kishte disa kohë në fakt që çuditërisht kishte rënë në qetësi, them çuditërisht duke ditur konfliktet që janë atje. Aty nuk është se asnjë nga konfliktet nuk u shuar, thjesht ka kaluar në serinë e radhës. Pra sa të gjendet mundësia e radhës. Është vijimi i asaj që unë thash pak më parë, mënyra se si funksionon bota e nëndeshme. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, në rastin konkret problematik, domethënë interesante është sepse nuk po shpjegoj dot në motivi për shkak të viktimës. Viktima ishte një person i cili nuk në pamje të parë nuk thoshte asgjë. Okej. Pra, ishte një njeri i cili kishte bërë një punë roje, kishte i banesë thjesht, i divorcuar me bashkëshorten dhe fëmijët e vet, bashkëjetonte me një grua tjetër. Pra, ishte një njeri që nuk kishte në një jetë, si themon, të dukshme, të evidentueshme në provincë. Pra, ishte një njeri në dukje, pra një profil shumë të ulët. Dhe kjo bëri përshtypje që pse u godit ky person. Edhe pse motivet e para u dhanë nga më të ndryshmet, po asnjëherë nuk shkonin tek motivi kryesor, që është pak a shumë në ngjarjet e fundit në Vlorë. Në Vlorë ngjarjet janë zinxhir, po gjithë litarin tërhiqe dhe dalin rresht ato ku janë njëra mas tjetrës. Në rastin konkret, ajo që era në sy ishte mënyra e ekzekutimit të tij. Pra, duke që ishte përdorur një dorë e stërvitur, autori apo autorët, sepse në fillim nuk dije sa ishte një apo ishin disa, autori kishte qelluar vetëm 4 herë dhe ishin së ushtrim stërvitore, quajmë, zakonisht to që punojnë në forca speciale të policisë apo të ushtrisë, e kanë të kthyer në instinkt. Pra, qellojnë kokë gjoks, ose gjoks kokë. Ky është goditje asgjësuese, shumë e saktë, nuk i lë tjetër asnjë mundësi. Në rastin konkret, viktima nuk është se ka qenë asnjë njeri që mund të reagonte, që mund të kishte mundësi të kundërpërgjigje. Dhe si them, është përdorur një vrasës profesionist për një viktim e cila ishte kollaja e arritshme. Ata e mbronte vetëm një aureol. Ajo aureola ishte njerëzit për të cilët ai punonte. Dhe kjo i jepte atij një lloj mbrojtje. Dije që ky është roja i filanit dhe pikërisht filani e mbështesat dhe ai e mbulonte. Pra ajo ishte mburoja e tij. E kuptoj. Në rastin konkret, ai është goditur thash afër banesës në orët e para të mëngjesit. Ai ka shërbyer në fakt edhe pse thotë që ka qenë roje pranë një objekti deri para një viti, ai në fakt ka qenë roje dhe ruante lëvizjet në një rrugë që të çonte në një banesë në Sak, ku janë personazhet që kanë kaluar problematike në qytetin e Vlorës. Pra, më tepër ai shërbente si një roje i një objekti tjetër. I kësaj familje, i kësaj banese, kush shynte, kush dilte, ose kush i afroje më saktë, nëse kishte një dyshim që afrohen në atë zonë, në mënyrë që familjarët ta merrnin vesh dhe të merrnin masa që mund të goditeshin. Mund të ketë qenë kjo arsyeja e ekzekutimit të tij? Deri tani rezulton që pikërisht kjo është. Tani, çfarë ka ndodhur? Besoj regjia i nxjerr ato pamjet. I kemi dhe pamjet. Sepse kemi kamerat e sigurisë të ngjarjes në Vlorë. Dhe shikojmë autorin i cili ka hyrë... Ata ne ke fjalën për to pamje? Po, pamjet që kemi në shtëpi, më të nxjerrin në ekran të madh. Po. Në pamje, në kamerat e sigurisë, janë kamerat e sigurisë e një objekti, duket autori i krimit. Ky është autori. Ky është autori, veshur në zeza. Ky është autori, nuk është me zeza, ai është me pantallon të zeza, ka një xhup blu e errët, mban një kapele me stre rrethore, pra është me stre në të gjitha anët, në mënyrë që të zakonisht më parë këtu kemi pasën kapele ruse, sepse ata i ngjeshin thellë, dhe jo se ato janë panameze republike, por këto janë kapele që mbajnë strehën poshtë e kanë rrethore, pra të mbulojnë dhimbje pjesën e qafës. Ai ka një mask Covidi në fytyrë, me ato është e zezë, po është mask Covidi, dhe ajo që thuaj në fillim shall në fakt është një bluzë me kapuç që e ka poshtë xhupit, dhe është kapuç i bluzës, është kapuç ngjyrë bojqelli, pra është një blu me hapur se xhupi.
Autori duket edhe nga veshja, është me atlete sportive, dallohen ato që çarapet i ka të bardha, se duket në çdo pamje të kamerës, ka një marsup, çanta që besoj ka mbajtur dhe armën. Ajo që bie në sy është autori shfaqet në kamera shumë herët, shfaqet rrethorës këtu ku e nxjerrim, këtu është momentin kur ai po shkon 1 orë përpara vrasjes për të strehuar, është pak më shumë se 1 orë madje. Këtu është ora 4:17 minuta e mëngjesit. Ai shfaqet në rreth orës 4:17 minuta e 9 sekonda dhe për 11 sekonda është para kësaj kamere, nëse shikoni, dhe është një kamerë tjetër që e ka kapur në disa pozicione. Pra, ky është momenti kur ai është futur në objektin që në afër vendit ku ka kryer krimin dhe ka pritur aty viktimën. Pra, autori ka qenë kaq i sigurt se ai e ka planifikuar, ka gjetur pozicionin ku të rri, është maskuar mirë, ka vepruar i vetëm, ju shikoni çfarë i qet, nuk duket që asnjë lloj fare, asnjë lloj shqetësimi, është vendosur aty dhe ka qëndruar për më shumë se 1 orë në këtë objekt. Shikoni është një trau aty që është trau i parkingut. Pra ka qëndruar, kjo zonë është afër lagjes Ajro Çakerrit, ku ka ndodhur ngjarja në Vlorë. I kërkoi gjithë të nxjerrë pamjet e tjera, pamjet e dyta. Ndërkohë që dalin pamjet e dyta, Artan, dua të të pyes, besoj, kam përshtypjen në të tilla ngjarje, autori e ka studiuar ditë më përpara gjithë veprimtarinë dhe lëvizjen e viktimës. Autori duket që i di lëvizjet e viktimës, e di ku duhet dali, e di ku duhet godas. Shiko, të komentojnë këtë pamje. Pra, këto janë pamjet kur i njëjti person, pra autori që pam në ato kamerë tërë, tashmë është zbardhur. Është ora 5:25 minuta e 20 sekonda, kur e kapin kamerët prapë. Pra, tashmë është zbardhur. Ai ka qëndruar nga ora 4:17 deri në këtë momente ka qëndruar aty. Ka shkuar, ka bërë bën goditjen dhe këtu e kemi me pamje edhe më të qartë edhe për veshjen dhe për fizionominë e tij, edhe për fizikun e tij për të krijuar një ide. Pra, shikoni ai vepron fare i qetë, është i vetëm, më shumë do ta shikoni gjak ftohtë, thash gjëja që nuk më përputhe këtu ishte profesionalizmi i personit që ka bërë ngjarjen me personalitetin e viktimës. Tani, në pamje duket prapë ky person në të njëjtën zonë, pra mbasi ka mbaruar, po shikoni, del i qetë, në lëviz aty nuk ka zonash fare, ka shumë pak njerëz, plus që janë orët e para të mëngjesit që nuk ka as lëvizje në atë zonë. Ajo që bën në sy është fiziku i tij, duket që është i lehtë dhe në ecje, po të shikoni, dhe hapat mënyrën ecën me hapat gjatë, është i veshur sportiv, pozicioni që mban duket që është gati, shikoni, është një dorë duket gjithkohën që është e arma, dhe ai është njëri i gatshëm në çdo moment për të reaguar nëse do ndjej rrezik. Por ai ka studiuar kaq mirë dhe është kaq i sigurt që nuk do t'i ndodhë asgjë, sa u mendoj që kjo mund të jetë një nga punët më të lehta që mund të ketë kryer. Për shkak se ka hyrë në skenë dhe ka dalë pa u shqetësuar fare dhe pa shqetësuar njëri. Dhe ka goditur viktimën qetësisht. Në një foto tjetër, duke kërkuar regjist na jepte edhe atë, dhe kjo foto është shpërndarë dhe sot ka dalë në disa media, po është foto është kputur nga videot, nga këto video, nga këto kamera. Në këtë foto, po ta shikoni, dallohet qartësisht edhe veshja e tij. Pra kemi një xhup blu të errët, ashtu siç e po shkrova në kemi fillim. një bluzë me kapuç në kurriz, se u tham fillim që ishte shall, nuk është shall, është kapuçi, është mas Covidi e zezë, ajo që ka përdorur ai, dhe kapelia që është në formë rrethore, e ka të ngjeshur në kokë, zakonisht vrasit apo personazhet e botës së krimit mbajnë ato kapelet me stre, po i mbajnë deri tek të zhytura deri tek vetullat. Ideja është që ai që të shef të mos krijojë vetullat një element shumë i rëndësishëm për të identifikuar një person, dhe ata prandaj mbajnë të zhytur deri poshtë vetë që ti të mos e shikosh vetullat. Pra ai ka lejon syt këtë shikimin, po ty nuk të lejon të krijosh një fizionomi të plot, se s'të lë gati për ta mbuluar gati gjysmën e fytyrës. Në rastin konkret ai ka përdorur këtë lloj kapele dhe kjo lloj kapele ka një gjë tjetër, se kjo shkon deri poshtë dhe pra të mbulon goxha edhe pjesën e veshëve edhe pjesën e qafës, dhe ai prandaj ka zgjedhur këtë kapelë. Duket që është një mosha, edhe nga mosha, nga mënyra se si ecën, mënyra se që tregon që ai ishte një moshë të re, pra nuk është tjetër, është një njeri duket robust, i fuqishëm, me shpatullat gjera, edhe si fizik.
aty e vetme gjë ndryshe nga shoh unë nga ngjarjet e tjera është që pantallonët i ka të ngushta, se duket prandaj po them që është dhe i ri, sepse zakonisht vrasin kujdesin që të krijojnë një fizionomi ndryshe nga ajo që janë Ajo vërtet. që kanë, Për po. shembull, kur është vrarë Bara Sofia te piramida, autori hiqej sikur çalonte, si çalaman. Në fakt ai nuk ishte çalaman, por e kishte perfeksionuar atë lloj lëvizje dhe kamerat kapën një çalaman dhe policia u mor kërkonte një çalaman aty. Por ai s'ishte i tillë. Në një ngjarje tjetër kemi parë që autori ka qenë të veshur trash për treguar përshtypjen, Sikur ishte janë të njëri i shëndosh. shëndosh, por në fakt ishte e kundërta. Në rastin konkret, thash ai te pantallona nuk është treguar i kujdesshëm dhe atletet sportive Është pak i më ka afër kjo foto. po, kjo është më shumë për të treguar pjesën sipër të maskimit të tij. Tani, çka ka ndodhur? Mbas ngjarjes, pra thash, u hodhën diskutimet, jo çështje prone, nuk kishte prona ai Halexhiu, ishte vërtet ai eroja, por ai ka shërbyer. Aty dyshimet e para që lindën është, duke qenë se ky person thuhej se shërbente si një roje pranë banesës së familjes Sinomati, dyshohej që ky është pra për të parë kush janë njerëzit që vinë dhe ikin aty, ose që afrohen që mund ta dëmtojnë atë familje, sepse ata kanë pasur probleme. Dhe aludimi i parë u çuaj që mund të jetë goditur pikërisht për këtë gjë. Sepse shërbente për Meqense ky është mund të jetë si njeri, si një roje, një informator, E qartë. i cili kontrollon lëvizjet e personave dyshim. Në 7 janar të vitit kaluar ka ndodhur vrasja nga më të rënda që kanë vitet e fundit në Vlorë, kur godit me snajper në mbrëmje në balkonin e banesës Gëzim Sinomati. Pra një i ri, 22 vjeç, që ardhur nga Belgjika për pushime tek gjyshit e vet. U godit në balkonin e banesës me snajper. Është një ngjarje shumë e rëndë pas zbuluar sot të kësaj dite, është një ngjarje pa autor. Gjatë kohës që u godit, xhaxha i tij ka qenë në Vlorë, po babai i tij ka qenë i arrestuar në Burg. Dhe kjo u cilësua si një ngjarje që kalonte dhe shiko dhe bota në ndeshme ka disa rregulla që nuk kalohen. Pra gjë që e pamte ngjarja e fundit u afërtegut që goditën fëmijët. Pra nuk shkohet tek gratë dhe fëmijët. Dhe kur shkohet aty do të thotë që situata ka kaluar çdo limit. Çdo limit. Dhe goditja e tij ishte njëri pa përfshirë fare, ishte në shkollë në Bruksel, më shumë kishte qendruar jashtë, njëri që kishte vetëm emri, duket sikur e penalizon. Dhe kjo çoj që a mund kemi të bëjmë ne, a mund të jetë kjo në vijimin të atyre ngjarjeve, meqense ky personi, pra viktima e fundit, Renato Hoxhaj, thuhej, sepse thashë aty nuk është ai ka bordero dhe ke të fiksuar dhe ka marrë dhe është në borderon aty dhe paguaj për tyre. Por nga të dhënat që ka dhënë policia, thotë që ky person ka shërbyer si roje aty. Tani, nëse pra ky është goditur nga personat të cilët kanë dashur që t'i afrohen dhe din që ky i njeh pak a shumë se kush mund të hyjë dhe kush mund të dalë aty, pra ky është goditur nga kundërshtarët e tyre, sepse kanë parë reagimet sot. Mbas operacionit që ka kryer policia e shtetit, pra policia e shtetit ka bërë disa kontrolle në Vlorë, në Sarandë, në Ksamil dhe në Kryeqytet në Tiranë. Çfarë s'ka zbuluar duke policia? kërkuar autorët. Policia ka kapur disa kamera të tjera dhe te kamerat e tjera ka gjetur një automjet. Dhe ai automjet, siç thot deri tani policia, është qytetari Erisme Metaj, pra ja ka dhënë, mendohet që atë makinë ka përdorur autori për të shkuar në skenën e krimit dhe për të larguar. Ai e ka marrë të makinë, i ka ndrohet targat, pra ka hyrë në skenën e krimit, ka marrë punë dhe është larguar. Dhe policia tashmë ka gjetur, ky është pretendimi aktualisht i policisë, ka gjetur pronarin e mjetit. Ose njeriu që e përdorte mjetin dhe ja ka vënë dispozicion autorit. I ka marrë celularin e tij dhe pretendon që nëpërmjet kontakteve të tij të shkojë te autori. Dyshimet janë që autori mund të jetë larguar jashtë territorit të Shqipërisë, prandaj është kërkuar në zonën e Sarandës dhe Ksamilit, me idenë që ai mund të ketë dalë nëpërmjet qaft botës në Greqi. Thash, duket që është një vrasës i profesionist, nuk është amator në atë që ka bërë. Pra sepse ka punuar përveç këtij momentit makinës, po vrasin nëse ka ardhur nga jashtë nuk ka shumë problem brenda se çka ka ndodhur me atë mjetin, ose kjo pjesa e infrastrukturës zakonisht ata që janë profesionistë si vrasës janë shumë të kujdesshëm dhe e zgjedhin vetë. Por ka raste kur vrasit janë me pagesë
dhe ai nuk ka kohë të merret me përgatitjen e infrastrukturës dhe ja lë atij që është interesuar për krimin. Pra mjetin porositësit, po them. ja afrojnë këta dhe është pjesa e këtyre. E kuptoj. Për shembull, në rastin kur u kap ai pjesëtari i forcave speciale greke në Kryeqytet, ai e mbaroi punën në vrasjen e Devikasmit. Por ai u zbulua sepse ata që duhet ta merrnin nga vendi i ngjarjes bën gabim. Dhe prandaj u kap pjesëtari i forcave speciale greke, por ishte pabesueshme që një pjesëtari i forcave speciale greke, ai kishte qenë në repartet speciale e kam, që janë elita e forcave greke, dhe ishte çuditshme që ai nga forcat speciale greke kishte hyrë në Shqipëri dhe po të vrasën mes kryeqytetit. Dhe aty ne pam që shiko, nuk janë vetëm shqiptarët që shkojnë në vrasjen në Greqi, por që nga dhe grekët që hykan në Shqipëri dhe bëkan goditje të tilla. Në rastin konkret, jemi në pikën kur policia është duke kërkuar, së pari thash kërkuan këto pistat e para, të cilat rezultuan, i kemi parë deri tani në media, jo për poronësia, jo për ndonjë konflikt të qasë. Tek familja që përflitet, më falë që më ndërpresër tanë, ka shkuar policia, ka kërkuar të dhëna? Tani, policia ka kryer gjitha veprimet, ka bërë disa shoqërime. Tani, është shumë e rëndësishme që policia mos humbi sensin e drejtimit. Është thënë që vrasja mund të jetë porositur nga Dubai. Në fakt, konflikti është në Vlorë. Dhe grupet e Vlorës janë shumë të shpërndara në kontinent. Mund të jetë në Spanjë, mund të jetë në Belgjik, për shembull, në kulmin e rrëmbimeve dhe zhdukjeve të persona në Vlorë në vitet 2015-2016, që vazhduan deri në 2018, pra humbën 16 persona, zhdukën. Dhe ata vinin kryesisht nga Belgjika, pra nga Antwerp, që është porti kryesor i Europës ku bën zbarkimet e kokainës. Dhe ato ndaluan në momentin kur unë publikova njërin prej rrëmbimeve, se arritën këta dokumentonin, dhe ato nga ai moment ndaluan. Por kufomat nuk janë gjetur, autorët nuk janë gjetur. Dhe kjo e bëri atë histori atëherë vërtet frikshme, sepse ti e shikoje kur e rrëmbenin tjetrin mes qytetit dhe nuk ai zhdukej, pastaj Vlora nuk është një qytet si New Mexico me 20 milion banor, apo si Mexico City në Meksik, kryeqyteti si them më i populluar i botës sot. Pra Vlora është një qytet që njerëzit aty në pjesën mirë njihen, dhe sidomos kur nuk është sezoni turistik, dhe flasim për ngjarje që nuk ka ndodhur. Pra aty është më kollaj për të operuar dhe për të identifikuar. Dhe edhe në rastin konkret, pavarësisht ku mund të ndodhen porositësit, ngjarja është pjesë e ngjarjeve që ka ndodhur në Vlorë gjatë viteve të fundit. Pra është pjesë e konflikteve që janë në Vlorë mes grupe rivale që veprojnë aty. Për shkak të shumë ngjarjeve që ndodhin, për shkak të një intensifikimi të goditjeve nga policia, sidomos gjatë vitit 2024, u kapën disa baza operacionale, pra të krimit, pra kryesisht armatimi sofistikuar, armatimet fjalës fundit, pra u goditën bazat që ata përdorin, sepse keni parasysh që ata si mbajnë gjithkohës armat me vete. Ato janë në një bazë të sigurt, merren pajisjet, studiohet plani i atentatit, bëhet goditja, armat dalin nga skena e krimit, ose ne i shohim në një makinë të djegur, digjen bashkë dhe armat e krimit. Kështu që në rasti konkret, kjo është një ngjarje që ka të bëjë me konfliktet mes grupe rivale në qytetin e Vlorës. Besoj se jemi shumë shpejt, por do të ketë zhvillime për këtë rast. Do të ketë zhvillime, po thua sa i takon policisë. Për këtë rast, sepse policia ka arritur të gjejë një. Pra, thash, në Vlorë po gjetë elitarin tërhiqe, dhe elitari do të çojë atje vetëm ndiqje, mos humbë orientimin dhe mos u kthejë majtas djathtë. Kështu që në rastin konkret, kjo është një ngjarje më të vërtetë, thash, personaliteti i viktimës nuk është kaq i rëndësishëm për t'i çuar një ekzekutor të tillë, por kjo dëshmon se kush fshihet tek urdhëdhënësit. Në fakt, deri tani familja Sinomati është e dëmtuar dhe goditur keq. Sepse thash është goditur fëmia, është djali vetëm i Sërkol Sinomatit, ai ka qenë në Burg, u ekstradua nga Belgjika, mbaroi burgun në Shqipëri, u lirua nga burgu në Shqipëri, ditën që u lirua nuk e lana se shkonte në shtëpi, por rrugës duke shkuar për në Vlorë, e riarrestuan, pra e liroi burgu, e riarrestoi policia prap dhe ekstraduam në Itali, se i tham ke një dënim në Itali që se ke mbaruar, në fakt ai kishte qenë burg në Itali, u çuan në Itali, në moment që shkojnë në Itali, autoritetet italiane bën verifikimin, i thanë zotëri ti për ne ke kryer dënimin, dhe ai është i lirë dhe tashmë është është qytetar i lirë, nuk ka urdhër kërkimi për të, por me goditjen e djalit vetëm që ai kishte, imagjinoni se çfarë ka ndodhur dhe nuk ka autor tash për atë ngjarje. Pra, gjë që do të thotë që aty jo vetëm nuk ishte larguar rreziku, ishte vendosur para se t'i vritë djali, aty ishte vendosur eksploziv.
në banesë. Ka patur një mjet të parkuar para banesës, ishte automjeti që lëvizte, mos gaboj, nëna e vet, kur i biri ishte në Burg dhe djali tjetër mos gaboj nuk ka qenë në Shqipëri, dhe ju vendosë eksploziv dhe ka qenë një shpërthim shumë i fuqishëm. Pra, po të shikoni historiku i dy grupe rivale më të forte që janë sot në Vlorë me njëri tjetrin, vazhdon. Dhe kjo është pjesë e këtij seriali. Unë uroj që autorit këtë bërë sa më shumë gabime, që të ndihmoj policinë, që nëpërmjet kësaj ngjarje të zbulojë dhe ngjarje të mëparshme. Ka patur disa përpjekje që në Vlorë të ketë bashkëpunëtor të drejtësisë, por deri tani ka patur vrasës, për shembull në rastin që është një ngjarje po shumë e ngjashme me këtë, por dështoj, kur Amarit Nikolli shkoi për të bërë një ekzekutim në Lungomare dhe ai u zbulua dhe u kap në kohën e durr dhe u bë bashkëpunëtor i drejtësisë. Pra ishte nga Shkodra. Pra ne duhet, ose më saktë autoritetëve duhet një bashkëpunëtor i drejtësisë aty brenda që zbërthej gjithë serialin e ngjarjeve, sepse në Vlorë ngjarjet deri tani kanë dëshmuar që janë shumë të vështira për të. Pra, flitet për ngjarjet kur është vrarë një nga bosët e krimit dhe pastaj çfarë ka qenë aty e pa zbuluar i faturohet atij. Por në fakt ne deri tani shohim që gjithë këto ngjarje ngelen pa autor. Ky është një rast që i mirë, meqense është shkuar të paktën tek ata që kanë përgatitur ose kanë ndihmuar në ngjarje, që të zbulohet se kush është mbas saj. Tani, nëpërmjet saj do të zbulohet edhe pse është eliminuar, motivi pse është eliminuar 58 vjeçari Renato Hoxha. I thash, ai në Vlorë nuk përfaqësonte asgjë vet, pra ishte thjesht i atashuar diku. Tani aludimet tani që dalin nga policia janë të gjithë, por keni parasysh në momente para policia jep dhe informacione kontradiktorë me qëllim që nëpërmjet medias të shkojnë te veshi autorëve dhe ata të lëvizin dhe bëjnë gabime. Pra, do ta kemi edhe këtë gjë parasysh, prandaj kanë qenë kaq të pasakta deri në këto momente. Të dhënat që dalin. Të dhënat që kanë dalë. Dhe janë dash këto të fundit për të kuptuar që se me kë kemi të bëjmë. Megjithatë, ky imazh i këtij vrasi shërben për ta nxjerrë këtë vrasës nga qarkullimi. Sepse kudo që mund të shfaqet me këto do të na kemi parasysh në botën e krimit operohet në këtë formë. Ti je i suksesshëm për sa kohë je i pa ekspozuar. Pra emri jot nuk është përmendur fillimisht, fytyra jote nuk është e njohur, imazhi jot nuk është i njohur. Në momentin që ti fillon të ekspozohesh, pra kur të del emri, kur të del imazhi jot, kur dalin planet time një herë, je i detyruar të hiqesh, sepse tashmë je ekspozuar. Atë më shumë se sa policia, me këto pamje, e ka njohur pala e dëmtuar. Dhe sot, më shumë se sa policia kërkojnë ata. Sepse ata e dinë që ky njeri që hyri me kaq gjaktësi për të bërë këtë lloj atentati, është i aftë që të shkojë dhe të bëjë dhe ngjarje tjera. Dhe prandaj sot ky është përballë dy rreziqeve me ekspozimin. Edhe nga policia dhe shteti. Policia, por më tepër është nga kundërshtarët për shkak të pasojës që ai ka sjell. Në fakt duhet sqaruar saktësisht ky pozicion sepse në Vlorë për shkak të konfliktit të gjatë, është konflikt që ka shumë kohë që zgjat, për mua ka dhe një dekadë gjysmë, gati 2 dekada, fillesa dhe pastaj degëzohen, duhet saktësuar se kush ka qenë interesuar për ta vrarë. Pavarësisht aludimeve që bëhen, nëse është vrarë nga jashtë, nga brenda, kjo është një gjë që duhet saktësuar. Pra kush ka qenë interesuar për ta ekzekutuar I ka këto indicie policia? I ka këto aludime? Dhe ata bëjnë në këtë moment tash japin edhe qëllimisht informacione të tilla që ti vënë në vizje. E para dhe e dyta, nëpërmjet kësaj ne do kuptojnë pse u vra pikërisht ky person. Ky u vra për atë që bënte aktualisht, pra për punën që bënte aktualisht, apo për atë që ka bërë më përpara. Pra, ky u vra për shkak të asaj që bënte dhe dinte dhe ofronte tani, apo për shkak të asaj që ka bërë, pra që mund të ketë dekonspiruar diçka, mund të ketë dhënë informacion për një palë tjetër e cila ka çuar në një ngjarje me këto pasoja të rënda. Megjithatë, thash kjo është një gjë që do t'i mbetet ditën në vijim. Uroj që ky të mos ketë dalë nga territori i Shqipërisë dhe të jetë identifikuar sa më parë në mënyrë që të zbulojmë një të pafajshëm pavarësisht se mundohet të gjej tani background aty, jo ka i të kaluar kriminale, është fakt që policia e ka thirrur këtë para vrasjes viktimën. Pra e ka thirrur, mos gaboj disa javë përpara vrasjes. Por çfarë ka thirrur nuk e dim, por ai nuk ka dhënë informacion dhe nuk ka bashkëpunuar me policinë. Kjo është një avantazh më shumë, pra policia ka thirrur se për diçka dyshonte.
Dhe kur ndërkohë pas 2-3 javësh është vetë që e ka viktima. thirrur policia dhe ky ka mbajtur atë qëllim që ka mbajtur, atëherë kjo mund ta çojë edhe në lidhje edhe me ngjarjen. Por thash edhe një herë, deri në këto momente, ngjarjet në Vlorë janë pjesa dërmuese e tyre, ato që janë tipike mafioze janë të pazbuluara, dhe unë mendoj që ngjarja më e rëndë akoma e kohëve të fundit atje është vrasja e këtij të riut në balkonin e shtëpisë për vrasje e gëzim sinematit. Tash ishte edhe djali vetëm, erdhi nga Belgjika te gjyshi për festat e fundvitit dhe u ekzekutua me snajper. Në Vlorë nuk parashquhen shumë për ngjarje, nuk e vrasin fort mendjen për distancën. Madje duan të vinë, siç është rasti konkret. E shijon më mirë të kenë afër ta shohin objektivin, por në atë rast është përdorur snajper dhe u dyshua që nëse ata mund të ishin vrasës vendas, ose mund të ishin një kooperim i vrasëve të ardhur nga jashtë me ndihmës nga brenda territorit që njohin vendin, i çuan te vendi dhe ata realizuan qitjen në atë formë, pra ai duke pri cigare në balkon dhe ata realizuan goditjen në atë formë. Ka patur atëherë aludime që mund të jetë goditur dhe ai godim përballë, por këndi i predhës, pra se si ajo ka hyrë në trupin e viktimës, ka dhënë një orientim për hetimin që goditja nuk rezulton të jetë paralele, pra në horizontal, por është me kënd me pjersi. Me kënd më të tjerë. Që do thotë nga poshtë lart. Gjithsesi thash, duke mbuluar ngjarjet njëra tjetrën, duke zënë njëra tjetrën, duke mos i zbuluar, ato patjetër kanë zhvillim. Duket sikur papritshme ngjarje, situata qetësohet, pra në Vlorë nëse shkon, qyteti i paqët, i qetë, ti nuk i shef se ku janë ata. Pjesë e mirë në fakt nuk ndodhen në Vlorë, kanë ikur, janë jashtë vendit, duke filluar nga Amerika Latine, në Europë dhe deri në Gadishun Arabik, pra në Emirate, por thash që të shkojmë te përfundimi, kush është direkt porositësi, në rastin konkret, ti duhet ta gjesh motivin, duhet të gjesh autorin, që të shkosh direkt të shkosh te porositësi për të parandaluar dhe porosinë e ngjarjeve të tjera, sepse thash, kjo nuk ka për të ndaluar këtu. Pra mendoj që do të kemi ngjarje të tjera. Janë ngjarje të vim, në qoftë se ti nuk e tërheq litarin deri në fund, që të shkosh në burim aty ku për ta përfunduar atë në themel ku kanë nisur krimet, patjetër që ti nuk ke parandaluar ngjarjen e radhës. Falenderoj që ishe në studio. Faleminderit.